Çështja kjo demek që po të debatin ky prej xhallarëve që njihet prej ekstremistëve, që e pat me atë Sufi. Me atë Sufi, po. Aty pe din u kanë ai debati diku mbi 2 orë. Ka në çështjet e emrave të cilësive të Allahut subhanahu wa taala. Që ajo u kon esenca, se ky ka marrë dersat. Me djalin e vet, ai hoxha Sufi aty e ka kap aton edhe ju ka kundërpërgjigj. Po. Realisht në emrat e cilësive të Allahut, sa i përket domethënë lartësimit të Allahut, zbritjes së Allahut. Ato ai ka tamam. Këto i ka tamam ajo, kupton? Po. Edhe me ato e mbizotroi. Po, ai e mbizotroi këtë Sufi. E mbizotroi edhe biseda. Keni debat. Edhe e pat në fillim. Keni debat domethënë kështu lloj akademiku ke, po na nuk pajtohemi më thonë në atë aspektin e ekstremizmit, sepse ka ekstremizëm disa, sidomos në aspektin e tekfirit. Bile kohëve të fundit elhamdulillah dhe disa gazetarë kanë filluar në Turqi e poshtë që tu e ditë, tu e fokusu çështjen, tu e kanalizu. Po din tash me kanalizu ku është ekstremizmi. Se në Turqi u kon problem mu kanalizu. Kretë për shembull, çdo ekstremistit i kanë thonë dhabi. Sikur të na shikon para ka 2014 ashtu. Më thon para sa vite para 10 vjetë. Këtë, më thon këtë mjekroshat i kanë shti me një thes. Do të këtë mjekroshat ta janë vabi, këta janë ekstremista, këta janë ISIS, këta janë kështu, këta janë ashtu. Po elhamdulillah ka dole o xhallart kanë fol. Edhe shteti i ka mekanizmat e vet, i ka këqyr, kush nuk ka bashkë ashtu, nuk mund është 150 për njerë mi arrestu, mi thon, këtë janë ekstremista, apo kupton? Na tu fol natë ditë kundër ekstremizmit, ndërsa ty me ton ekstremist. Nuk është kjo. Tash dallon ajo meselja e luftimit të ekstremizmit dhe luftimit islamit. A ke vërejt për shembull? Luftimin e këto lëvizje nuk po luftojnë ekstremizmin. A pe vreni? Këta problemin e kanë me islamin, se kanë me ekstremizmin. Se sikur këta ta kenë me ekstremizmin, hajde bujro. Që unë po t'i kallëzoj ato rrugët e luftimit. Në thoj sa po thom, sa ai zbohet me mukur, sa është kafir, jo musliman është në atë kontekstin që ai e lufton islamin. Po themi hipotetikisht, po themi. Hajde, pe luftojnë në ekstremizmin, pe luftojnë për ata që shpërthejnë, ku e di unë, domethënë në përvendet ndryshme, qoftë edhe jo muslimanëve. Mirë, po se kanë atë dert ata. Ata dertin e kanë, edhe një imam apo një imam që është po themi që shpithojnë këta tradicional, apo këti rrumë me një aspekt, edhe gjitha këto bidotet i bona s'ka të bëj kur far ekstremizmi sen, edhe qata ju pengojnë atyre. Dhe më thonë, nuk ka të bëj këtu me ekstremizmin. Këtu ka të bëj me islamin si fe. Mirë, po kur ti debaton me ta, ata thënë, jo, po islami ka dalë për shtratit. Nuk ka dalë për shtratit. Apo dënë ti atë islamin që ka qenë komën e komunizmit ta? Islam minimala, që konë veç me mvlyta, nuk është islam. Ajo është islam qifi. Po, ajo është islam qifi. Që po thuë majtë veç një hudbë arabisht, këtë veç e kanë ngu që ashtu, s'kanë marrë veç kur gjo, e tash kur kanë dalë hoxhallart me fakultete, me magistratura, me doktoratura, njës dishëm, po vjen dia, nuk jënë mos si kur përpara, kur ka folë të azom një intelektual anti-islam, kreti kanë hopë sytë dhe i kanë thonë, këj po fletë, mashallah, qërë mërë që ka po përnë këj. E ka qitë një hoqë, që ka pas mundësi, Allah është problem. A që ka pas mundësi, s'ka pas mundësi ma shumë, sa ka mujtë me mbrojt, mirë po e ka nënshmu. A keni vrejt për shembull në përpara, në për oda, ta zomë, ka qenë një mësus, një arsimtar. Zakonisht arsimtar të historisë dhe të Shqipës kanë qenë. Tash nuk janë që ashtut. Dorën zamër me qitë nuk janë mu ashtut. Përpara ka qenë ma ndryshe. Arsimtar të historisë dhe arsimtar të Shqipës zakonisht ka pas një ndikim prej komunizmit. Prej komunizmit edhe kanë futa elementin krishtar. Këta ta herojt tonë i kanë bo, veç krishtari kanë bo. Edhe kur ka orë një hoqë të azom në mesin e udave aty, si ka foli hoxha, veç ka dala intelektuali ma gjuhën, elokuente, artikuluse, edhe tash kitë kalmet aty, qërë mashallah, këtë që ka të vërë, hoxha së kërë, tash më ka ndru. Ja, me hoxhën su po delë më debat, tash më ka ndru. Ti pe flet gjuhën elokuente edhe hoxha po ta flet gjuhën elokuente. Ti po flet histori edhe hoxha po të flet histori. Ti po flet për mjekësi edhe hoxha po lexon për histori, për mjekësi. E mo çështjet fetare që s'diskutohet. Edhe pse ajo narrativa anti-islamiste apo çaq është e dopt. Çaq është e dopt ndaj muslimanëve dhe islamit. Ndaj argumentit. Habibi, çuditë është ai. Njeriu qeshet me ato argumente që i thënë. Islami politik, islami kundër kombit, ku e di une, ju jeni kundër atë dheut, gjitha këto sene.
Gjitha këto argumentet, ato akuza që për na bëjnë neve, kjo kthejnë mrapsht atynve. Apo. Po këtë fe Allah Azza ka mbrojtë o vllazni. Allah Azza mbi 700 ka më mbrojtë këtë fe. E rëndësishme është na me punu, që kjo është. Edhe mi eduku fëmijët tonë, me pas një lloj sistemi familjar që do ta shpjegojmë inshallah sonte biidhnillah, këtu për sistemin familjar që është edukimi apo i prindit, i fëmijës, i gruas, mi ditë gjithë ato përgjegjësitë që i ka, mos mi përzi përgjegjësitë e gruas edhe të burrit, përgjegjësia e gruas është diçka tjetër, përgjegjësia e burrit është diçka tjetër, përgjegjësia e fëmijës është diçka tjetër. Si të përzihen përgjegjësitë, atë çabot, çtu kris pastaj. Fesati kris edhe bon divorcet, bon ndomje të ndryshme, fjalë të ndryshme, gibete të ndryshme, gjitha këto gjërat, me lejen e Allahut Azza wa Jall, puna është të shku mirë. Unë jam shumë optimist se këtë rini që i kemi në për xhamia kur nuk e kemi pas. Vallai kur nuk e kemi pas. Reflekton edhe në kombëtare e poje. Po e, subhanallahu. Përkundër asaj që ne themi që nuk ka nevojë dua apo me ron sejdë për futboll, se nuk se ulemaja thonë nuk është aq një mirësi e madhe futbolli që ti me bë dua apo me ron sejdë. Po flasim që paramenoni vllazni, edhe një simbol i islamit me pas, i shen komente duke shajt. Pse vetëm i shajt islamit që e ka? Mirë po manipulojnë, e ki po vishen me flamura ku që zi, ku e dione, ku jeni koni në luftë, mi thonë priftërinive. Ju keni ndalu, ata e kanë ndalu me dalë luftë. Me verdikt pe Vatikanit. Nesër mu bo luftë, na prap kemi me mbrojt që të vetë. Me lenë Allah subhanahu wa taala. O gjadem sonte e boni një postim që e lexova apot. Ju tha, po e festoni 28 nëntorin. Qysh po e festoni 28 nëntorin? 28 nëntori muslimanët e kanë shpallë. 28 nëntori, aty në deklaratë është, po ndami nga vëllezërit tonë turq, apo? Vëllezërit tonë Osmanli. Pastaj Ismail Qemali e ka pas kapuqin Osmanli. Po e ka shqiptarizu në atë kontekstin, fesin e ka pas. Ju atër, ku jeni? Ku jeni me këto sene? Me një aspekt jën ato goditja atyre është sikur rjeta marimangës. Si rjeta marimangës. Ose, që është një fjale urtë popullore, thot e djetarëve të hershëm, thot kur ta kish shtëpin prej qelqi, apo këpëtan, mos godit, mos gjuj. Se një guralec i vogël unë ta gjuj dhe ta thej shpirë. S'ki fuqime mbrojt, o vla. Është e kota, po këto janë sprova, edhe Enes ibn Maliku ka thënë çdo vjet që vjen, ka marrë sprova më e madhe se sa që është më herët. Subhanallah, a pi vreni çfarë sprova janë tu ardh që po thu ajo e vitit kalum, shumë më alet, ke sa let u kon kjo, sa rond është kjo. Kur na nuk kishim mendu vllazni, kur nuk e kisha mendu që në mënyrë organizative, publikisht, me dal këto lëvizje me shajt fen e mbi 90% popullit tonë. Me shajt haptazi. Dhe kërkush mës me folë. As prokurori, as shtet, as kur gjë heq. Që me bon të kundërtën me dal, muslimant, me bon një organizim. Një organizim. Tamam një organizim edhe mja vu emnin. Organizata për luftimin e krishtinizmit. A di për qka ish boj? A dini qka ish boj? Ishin që krejt. I madhe i vogël. Mirë po, na një sen, e kemi, ato që është në bishtat polqi. Edhe kjo në mbro. Edhe me lene Allah të zëgjer, kjo ka më përhar. Se na jemi musliman zatën në Kosovë. E rëndësishme është veç pak mi nëzit. Pak mu të regu të but, mu të regu të kujdeshëm me popullin kada ka dale. Mja u të regu në njërën më të mirë ato dyshimet që i kanë, sepse e në dyshime që shumë let ato hiqen, apo këpëtan. Allah është përbleftë, Allah është përbleftë dhe juve.